shumë gjëra do njeriu të thotë në të njëjtën kohë. Po nga frika se mos i shpëton ndonjë mufk, e le, nuk flet. Se ndonjëherë mufkat janë të pakontrolluara në gjendje jo të mirë, shëndetësoro, nervoro, në gjendje psikotike quhet kjo Sula, më duket. Psikopatës, ma kanë ngretë, nuk kam licencë. Shof, prandaj poria. Se, ore lejtë e zakonshme merë ndatë një gushto njëzë, këshu e di unë, një me 21, një me 15, si i kanë këtu. Jo këshu, ndatë 30, pak që është barku javës, nuk do me thënë që kanë filluar pushimet, a në kupton? Nuk ka ardhë weekendi akoma. E di si bëj njëzit logarit e pushimeve, do i me datë 4. Po pësi do i këshme datë 4, më qënë të pushime datë 4? Pështu në djelë, data 2-3, pështu në djelë e kam pushim vetë, edhe këthejmë punë datë 18-19, nëse diti? Vetëm unë e ti, ngelëm, të po logarisë që ke i bërë gjithë jetën, me datë 1, me datë 15, me datë 1, me datë 15. Nese, do të flasim sepse folëm që në minutat e parë të programit, unë ju shpjegova me gjithë dijet e mia madhështore, që me Aranita Bra, drejtore ekzekutive e OpenData.al, është ajo faqe që do të shfaqet në ekran pas paku, mund të kërkoni të dhëna pafundësisht për gjëra që ndodhin në këtë vend, është në studio me ne për të folur për një gjë që nuk para ndodh në Shqipëri për shumë arsye. E para sepse për shembull çunat mund të bënin para kur ishin emigrant, përpara se të merrnin familjet e tyre, sepse rrinin bashkoheshin 4-5 çuna me një vend dhe i ndanin gjithashtu shpenzimet e vogla me njëri tjetrin. Kurse kur marrin familje, rritet jo gazi, jo çaj, këto nuk ka më lek me si në Shqipëri. Do flasim për remitancat. Mirëmëngjes Aranita, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është kënaqësi, sa mirë që u bëmë përpara se ta mbyllim. Po, dhe me një temë aktuale që teorikisht na bën bashkë me tema që kanë bëjnë me diasporën, me migrantët, ndoshta edhe për faktin se është një moment që të gjithë mblidhen atje për pushime, disa ikin nga dheu për pushime, por nga ana tjetër disa analiza të thjeshta ekonomike, disa analiza edhe në kontekstin e rajonit apo në kontekstin e të qenurit dy shtete shqiptare të Ballkanit do ishin. Ne kemi folur për remitancat, ne kemi patur parasysh mbijetesën tonë, do me thënë, të paktën në Shqipëri është folur në pjesën më të madhe të rasteve për mbijetesë, paga e djalit e vajzës për të rritur të ardhurat e pensionit të prindërve në Shqipëri. Ndërkohë në rastin konkret në Kosovë nuk flasim më për remitanca mbietesash, sepse shifra me cilën unë njoha pas materialit që më dërguat ju, 621 milion euro për 2013, në një vit që janë sigurisht fushat, investimesh, nuk është më çështje mbjetese. Atëherë, që ta shpjegoj me fjalë të thjeshta, ajo çka ne kemi hulumtuar në kuadër të programit Open Data Albania është remitanca në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës. Janë dy shtete të cilat përveç se janë shtete shqiptare, janë shtete të rajonit ballkanik, janë gjithashtu të prekura mjaft nga emigrimi. Shqipëria në 20 e ca vitet e fundit, ndërkohë që Kosova e ka prekur emigrimin dhe shumë më herët që në kohën që ishte pjesë e territorit ishë Federatës Jugoslave. Remitancat janë para të cilat hynë në vënde të caktuara, përkojnë në rastin e vëndeve përkatëse pra qoftë Republikës së Shqipërisë, qoftë Republikës së Kosovës, kryesisht me të ardhurat të emigrantëve, të cilët i sjellin atje për disa qëllime. Qëllimi kryesor mund të jetë ndihma ekonomike për pjesën tjetër të familjes e cila vazhdon të jetojë në atje, dhe qëllim i dytë është një investim më afatgjat, por jo në vendin ku një djalë apo një vajzë apo një familje emigrantësh jeton, por në vendin ku ndoshta shikon një perspektivë të ardhshme rikthimi apo një perspektivë më të gjatë. Këto vijnë për të ndërtuar pasuritë patundshme, për të vendosur si fonde depozitash nëpër banka të nivelit të dytë apo banka tregtare, apo dhe për investime të tjera si biznese të vogla. Çfarë ndodh në të dy vendet? Është shumë e drejtë ajo çka ju thatë me fjalë të thjeshta. Emigracioni shqiptar ishte pak a shumë ai leku që djemë dhe vajza sillin atje për ndihmuar familjet e tyre kryesisht. Dhe për një kohë të gjatë në Shqipëri këto të ardhura, këto para, kanë qenë në flukse të larta dhe kanë qenë të tilla që kanë pasur një rol, një ndikim tepër interesant në ekonominë e vendit, në paranë që është hedhur në qarkullim dhe që ka rritur konsumin, ashtu sikurse edhe në të ardhurat kombëtare. Ndërkohë që me kalimin e viteve, kjo ka ardhur në tkurrje.
pse ka ardhur në të kurje. Arsyeja që u shpjeguat që këta dim dhe vajza që emigruan të vegjël, që kursyen, që ishin mësuar me kulturën në një jetese të varfër, natyrisht patën mundësi që më vonë të krijojnë familje, të investojnë për veten e tyre dhe sot mund të jenë prindër të cilët do duhet të investojnë për banim, për strehim, për shkollimin e fëmijëve në vendet rezidente, ose dhe investime apo fonde të tjera kursimesh do duan t'i vënë aty ku tashmë mund të jenë jo vetëm rezident, por mund të kenë marrë dhe shtetësi dhe të kenë bërë plane më afatgjata. Një arsye tjetër sepse remitancat në Republikën e Shqipërisë kanë rënë, pra dërgesat e emigrantëve, është dhe fakti që emigracioni shqiptar është i pozicionuar kryesisht në dy vende fqinje, si Italia dhe Greqia. Nuk duhet harrojmë që këto dy vende fqinje, Italia dhe Greqia, kanë pasur një krizë ekonomike e cila natyrisht ka sjell dhe pasoja. Pra nuk jemi në momenti që themi që diaspora apo grupi emigrantëve shqiptar është në pozita të mira ekonomike. Pra përveç efekteve sociale, përveç kulturës social familjare që natyrisht me kalimin e viteve ka ndryshuar dhe gjendja ekonomike për shkak të krizave. Kalojmë tani tek shteti tjetër. Tek shteti tjetër i cili gjithmonë është ndikuar politikisht, por dhe ekonomisht nga fuqia e saj që mund quhet diaspora kosovare vendet jashtë territorit të Kosovës. Kjo diasporë vazhdon fuqishëm të sjell paratë e saj në Republikën e Kosovës. Kjo dëshmon disa element, ndërta mund të themi një lidhje e fuqishme mes kësaj diaspore dhe familjes apo mënyrës se si ata e shikojnë veten të lidhur me shtetin am, pra me Kosovën, së dyti mund të themi që janë dhe më të fuqizuar. Dhe është e vërtet, diaspora kosovare, megjithëse shtetet përkatëse nuk na kanë sjellë statistika dhe analizat mirëfillta, madje dhe nuk kanë kujdesin e duhur për të hulumtuar se ku është e vendosur diaspora, çfarë karakteristikash ka, çfarë volumi ka, është kjo diasporë e vendosur kryesisht në shtetet të pasurat e Europës. Mund të themi në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në vende të tjera, por edhe në kontinente të cilat nuk janë vende europiane, por që janë vende të zhvilluara, Zelanda, Australia. Pra e gjejmë diasporën kosovare të shtrirë gjithandej dhe të fuqizuar ekonomikisht. Dhe për herë të parë pas shumë viteve, dërgesat e emigrantëve për shtetin e Kosovës janë në një nivel shumë më të lartë se dërgesat e emigrantëve për Republikën e Shqipërisë. Nga dalin të dhëna të ardhurat, sepse të ardhurat kanë përshtymin që janë ato të cilat edhe deklarohen, se kështu di dhe sa para të tjera vinë kështu me shokët, me shoqet. Kur flasim për remitanca, flasim për ato dërgesa të cilat vinë përmes llogarive bankare apo institucioneve të tjera financiare të cilat kontabilizojnë flukset hyrëse dhe dalëse. Pra, të dhënat që ne kemi përshtatur janë të dhëna zyrtare, nuk është kalkuluar pjesa e parasë vogël e cila mund të ketë hyrë dorazi, por janë flukse të mirëfillta të cilat janë deklaruar nëpër banka apo në institucione financiare. Dhe konkretisht sigurisht janë dhe të mbrojtura kundrejt çdo hetimi, janë të deklaruara. Ai që ka tentuar t'i fusë në atë dhe ka tentuar të deklarojë edhe burimin, arsyeën pse e sjell dhe të tjera si këto. Burim zyrtar i këtij hulumtimi që Open Data Albania ka bërë, duke dashur të sjellë dhe të dhëna, por dhe të krahasoj nivelin ekonomik të dy vendeve, është Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka e Shqipërisë. Pra janë dy institucione. Është momenti që kur flasim për paratë për Bankën e Shqipërisë, nga që këto 4-5 ditë të fundit është folur për natyrisht menaxhimi i Bankës së Shqipërisë nuk është vetëm 3-4 ditë të fundit, ka muaj dhe vite për cilat flitet për shumë, edhe ne tek Open Data Albania kemi publikuar mjaft të dhëna të cilat tregojnë një menaxhim jo korrekt të fondeve të investimeve dhe shpenzimeve. Por gjithsesi, kur flasim për emitancat, këto vinë përmes bankave të huaja. Nuk diskutohet, po imagjinoni tani një institucion tek institucioni më i besueshëm financiar që ti mendon se ke në vendin tënd, se ky mendohet, ai më i madh dhe pastaj banka në nivelet të dytë të tjera me radhë, dëgjon nga këto historirat e këtyre ditëve të fundit dhe pastaj do fillojnë njerëzit të bajnë lekët poshtë stokut prapë. Bankat i bëjnë njerëzit, nuk i bëjnë, bankat nuk janë institucione, nuk janë edhe ushtrit që janë i bëjnë njerëzit, sa kurajo, sa integritet, sa profesionalizëm kanë njerëzit që punojnë në to, ai që është dhe performanca e tyre. Banka e Shqipërisë me sa duket nuk ka pasur këtë frymë, nepotizmi dhe modelet të tjera janë shfaqur dhe janë artikuluar vazhdimisht në kritika qoftë në institucione të larta siç është Kuvendi i Shqipërisë, ku kanë dalë fakte që
tregojnë që nuk ka pasur menaxhimi dhe burimet njerëzore tendencën të rrisë kapacitetet, të rrisë performancën, por ka qenë pak a shumë një vend ku kanë gjetur një oazë të gjithë fëmijët të përgdhelurve të institucioneve të larta shtetërore ose familjarët e tyre. Megjithatë kjo nuk është tema. Natyrisht deklarimet janë mbledhur përmes bankave tregtare dhe bankave të nivelit të dytë, pra ja banka të huaja ku depozitohen parat dhe më pas transferohen dhe 2 shteteve am. Është interesante të themi që remitancat në kontekstin e ekonomisë, jo vetëm të 2 vendeve ballkanike të cilat janë të ndjeshme, janë element tepër të rëndësishëm. Është një vëllim i madh parash, i cili qarkullon, i cili mund të krahasohet edhe për shembull në rastin e Kosovës, nëse remitancat, dërgesat e emigrantëve mund t'i krahasojmë me investime të huaja direkte, pra me ato çka ky shtet i ri, ky shtet ende në fillimet e tij, pra atraktiv për bizneset të huaja, ka arritur të tërheq, remitancat qëndrojnë në nivel shumë të lartë. Pra në vitin 2013 janë vetëm 259 milion euro që ka arritur të mbledh shteti kosovar ose ka arritur të tërheq nëpërmjet investimeve të huaja dhe janë 621 milion euro që vijnë nga emigrantët. Mendos sikur shteti kishte një plan më të mirë për t'i menaxhuar, kishte lehtësira për këta emigrantë që i sjellin për investimet e këtyre emigrantëve që vinë atje, dhe ndër të tjera sikur kishte edhe strategji ndoshta edhe ndërrajonale për të fuqizuar ekonomikisht këta djemë dhe vajza të Kosovës apo të Shqipërisë, të cilët tashmë e kanë gjetur veten mirë të pozicionuar ekonomikisht në tregun e punës në vendet përkatëse, në vende europiane, por kanë arritur të sigurojnë edhe para për të cilat do dëshironin ndoshta pse jo të investonin sa më me sukses në vendin e tyre, s'pari për të mirën e tyre. Apo ruhen parat më shumë sot, pati një tendencë për blerje pasuriet patundshme, për ta shpërndarë dhe për ta vënë në punë paran. Pastaj me gjithë problemet e tjera që Europa kaloi, shtetet ku dhe përshëndrimi i emigrantëve është më i madh, pati besoj një tkurrje për ta ruajtur paran, për ta ruajtur likuiditetin që është kaq shumë vështirë për ta mbledhur. Shiko, nëse do flasim për rastin e Shqipërisë, tkurrja e remitancave në vitin 2013, unë mendoj që ka të bëjë edhe me politikat të shtetit dhe të institucioneve. Folën për bankën e Shqipërisë dhe kritikat janë jashtëzakonisht përveç rastit i cili është një rast mirëfilli vjedhje e një banke, grabitje e një banke, natyrisht ka dhe një shpërdorim detyre të theksuar aty, por duhet kemi parasysh çfarë ofroi Banka e Shqipërisë për depozitat e emigrantëve të cilët kishin vendosur të mos i mbanin këto depozita në banka gjermane, italiane, por t'i sillnin po nëpërmes sistemit bankar në Shqipëri. Ne pam që ulën jashtëzakonisht shumë përqindjet e normës së interesit, çka solli që depozitat e emigrantëve apo të pensionistëve apo të prindërve që kanë para të fëmijëve që i menaxhojnë nëpërmjet bankave në Shqipëri, të kishin një sens vlerësimi në depozit bankare shumë më të ulët ndoshta edhe se norma e inflacionit, e cila për thënë vërtetës ka qenë e ulët në vendin tonë në vitet e fundit dhe mund mos jetë kaq e ulët në vitet ose në muajt që do të pasojnë. Atëherë çfarë ndodh? Shohim që ky ishte një hap i cili në një farë mënyrë ishte agresiv dhe negativ ndaj atyre individëve të cilët pretendojnë që paratë e tyre të vinë dhe të i sjellin atë. Çfarë përfiton atë nëse ato qëndrojnë në bankat niveli 2. Së pari, bankat kanë likuiditet dhe kjo është diçka e këndshme. Në momentin që ai emigranti do të ketë më shumë atraksion ta çojë paranë në një bankë italiane, greke apo gjermane, sepse norma e interesit është ndoshta njësoj ose më e madhe, ai do tentojë ta çojë aty. Tjetra, shteti merr tatim mbi fitimin që vjen nga interesat dhe kjo nuk është një vlerë e vogël. Pra, nëse $50 i fiton një familje për shkak të interesave bankare gjatë një kohe të caktuar, shteti merr $5 dhe kështu bëhet një shumë e mirë që janë të ardhurat tatimore. Çfarë do ndodh? U tentua të mendohet që do ketë likuiditet dhe kjo do rris kreditimin, por kreditimi nuk është çështje likuiditeti, sepse bankat kishin likuiditet. Kreditimi është çështje që ka të bëjë me sigurinë që ofron biznesi dhe plani biznesit nga i cili kërkohet. Dhe ky leksion kaq i vogël i ekonomisë u anashkalua dhe ishte një politikë regresive e Bankës së Shqipërisë me uljen kaq të theksuar të normës së interesit. Është e sigurt që këta emigrantë që në vitin 2013 nuk kanë sjell, përkundrazi kanë marrë para nga dheu për t'i ritransferuar në vendet ku ata i kanë fituar këto para, kanë menduar edhe këtë indikator negativ, përkundrejt edhe faktit që pasuritë e patundshme tashmë nuk janë më aq atraktive sa përpara 10-15 viteve apo 5 viteve të shkuara. Pra pse duhet i sjellë emigranti parat në Shqipëri, mes politikave për të mos paguar taksa e të tjera si këto
nuk ka pasur ndonjë atraksion. Në depozita nuk shohim ndonjë politike e cila të favorizoj edhe konsumatorin e thjesht, edhe klientin e thjesht të bankave të nivelit të dytë. Flitet që mund të rritet dhe tatimi mbi interesin bankar. Nga ana tjetër nuk shikon ndonjë mundësi për bono privatizimi apo bono thesarit të cilat të jenë të fokusuara tek paraja e migrantëve ose paraja e shtetasve shqiptar, pra nuk ka ndonjë tendencë për të moderuar borxhin e brendshëm kundrejt borxhit të jashtëm. Atëherë ky mund të investoj fare mirë nëse është me dokumentacion të rregullt në bankat e shtetit përkatës, në pasuritë patundshme të shtetit përkatës, ose dhe në bono thesarit të një banke qendrore apo të një shteti konkret. Kështu që është me vënd të themi dhe ka pasur goxha vëmendje jo vetëm në të përditshme dhe në analizën e vendeve ballkanike apo vendeve si Shqipëria dhe Kosova, por edhe në rang ndërkombëtar, të flitet për emitancat dhe dërgesat të njerëzve të cilët jetojnë në vende që nuk janë vendet të tyre të origjinës ose nuk janë vende ku ata kanë lindur dhe ku kanë pasur shtetësinë fillestare. Prandaj duhet që shtetet të menaxhojnë mirë, të jenë të kujdesshëm. Dhe ne ta kuptojmë që ekonomia kombëtare është e lidhur dhe me këtë sasi parash, jo vetëm me stilin e jetesës. Sidomos për ne. Emigracioni do të jetë një fenomen që ndër vite dhe për shumë dekada të tjera do të ketë rol të rëndësishëm në jetën ekonomike dhe në jetën sociale të vendeve si Shqipëria, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës. Është me vend ta themi edhe një herë që në vitin 2013, Republika e Kosovës, megjithëse me një popullsi më pak se Republika e Shqipërisë, ka një vlerë remitancash, flukse hyrëse, pra dërgesat e emigrantëve në vendin e saj prej 621 milion euro, kjo është më shumë se Shqipëria, e cila e ka vetëm 497 milion euro për vitin 2013, dhe kjo shënon rekord me dërgesat të emigrantëve kosovar në vende si Gjermania dhe Zvicra, ku 58% e totalit të remitancave vjen nga këto vende. E më pas janë dhe vende të tjera si Italia, Austria, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Emigracioni ka një hartë shumë të madhe, është Britania e Madhe, Danimarka, Finlanda, Hollanda, Slovenia, vende nga të cilat djemë dhe vajza ose familje kosovare nuk ndërpresin asnjë moment dhe pareshtur si në kohën e rezistencës territorit ose të popullsisë së Kosovës kundrejt regjimit të Miloševićit, që në atë kohë financonin jo vetëm familjet, por dhe atë shtetin e krijuar dhe televizionin që tentonte të emetonte në gjuhën shqipe. Shkon për herë të fundit në 99-ën, shkon për herë të fundit pas 99-ës në 2002-shin dhe kupton që nuk ka më ishë rënoja, po në vend të tyre janë rindërtuar gjërat nga fillimi. Kështu që i urojmë suksese diasporës dhe emigrantëve, me që është dhe një kohë që një pjesë prej tyre i kemi dhe pushues dhe rezident në vendin tonë. Ato shqyr që janë, sepse një pjesë të ardhurave të turizmit prej tyre po vinë. I urojmë të fitojmë sa më shumë në shtetet përkatëse, ta gjejnë veten sa më mirë në tregun e punës, të promovohen sa më mirë dhe pse jo të investojnë edhe për dy shtetet shqiptare të Ballkanit. Informacioni ka qenë shumë kurioz, absolutisht po. Po pyetja është në kuadër të cilës problematik u mori iniciativa për ta bërë këtë, për të shërbyer dikujt për dhënë informacion, për të shërbyer si studim, nuk e di pse ishte. Atëherë, ne Open Data Albania kemi sjell gjithmonë analiza jo vetëm të karakterit ekonomik, por edhe të karakterit social, ose kemi prekur dhe tema të ndryshme të cilat nuk janë mirëfillie ekonomike, siç mund të jetë shëndetësia, arsimi, të gjitha në fund lidhen me ekonominë. Dëshira për ta krahasuar Shqipërinë me vende të tjera të rajonit, vende fqinja apo vende europiane, ka qenë gjithmonë e madhe dhe ne kemi një grup artikuj që janë rajoni, pra sjellim statistika të cilat krahasojnë Shqipërinë me vende të tjera. Në rastin e Kosovës është tepër interesant të shohim edhe se si ecin këto dy vende, të cilat janë vende kufitare, por do duhet të kenë dhe agjendë të përbashkët ekonomike, edhe për arsye të tjera që kanë të bëjnë me marrëveshje bashkëpunimi, me politika prioritet të dy qeverive për të pasur bashkëpunim. Dhe pse jo, ne jemi dy shtete të cilët nuk kemi nevojë të integrohemi përmes politika, pra të integrohemi tek familja evropiane përmes programeve të veçanta kulturore, gjuhësore të tjerë, pasi ne flasim një gjuhë, kemi jemi pjesë identiteti. Pra jemi pjesë, nuk mund të quhemi shtete fqinje, po jemi popullsi të cilat jemi vëllezër, do të thënë është fjala më e qartë dhe më interesante për të përdorur. Dhe pse jo, remitancat janë element rëndësishëm që tregojnë se si po ecën jo vetëm jeta ekonomike, por dhe jeta sociale, çfarë karakterizon secilin nga vendet përkatëse. Kështu që ne menduam që do ishte me vend ta trajtonim. Nga ana tjetër, duke qenë se Kosova është një vend i cili ka pasur vështirësi me statistikat e saj, sepse
është një shtet i krijuar së fundmi, edhe institucione të rëndësishme si Banka Botërore, Fondi Monetar, Kombet e Bashkuara, kanë pasur pak të dhëna për Kosovën dhe shpeshherë Kosova, por edhe shtetet të tjera ish teritore të Republikës të ish Federatës Jugoslave, kanë vështirësi për t'i gjetur në statistika të ndara. Dhe është tepër interesante të kontribuojmë me të dhëna. Ne kemi pasur edhe grupe të tjera të dhëna, për shembull kemi krahasuar standardin e lejes së lindjes në Republikën e Shqipërisë, në Kosovë dhe në Europë, kemi krahasuar disa lloj taksash në vendet përkatëse. Në ditët në vijim ne do të përpiqemi të japim një analizë edhe mbi borxhin e jashtëm në Republikën e Kosovës, investimet e huaja, pse jo, sepse është interesante të shohim edhe fqinjët si performojnë në kontekstin e investimeve të huaja që arrin të tërheqin, për cilësinë e bankave në Kosovë, për cilën do themi që lë për dëshiruar, pasi kemi vetëm banka që janë filiale të bankave që funksionojnë në shtete të tjera, qofshin në Shqipëri, në Turqi apo në vende të tjera të Ballkanit, pra ka një konservatorizëm për të mos krijuar banka të mirëfillta të licencuara në vend, dhe kjo natyrisht do të sjellë një performancë, pra një vlerësim për një shtet i cili nuk është shtet plotësisht i pavarur, pra plotësisht drejt vetë, që po shkon drejt vetë qeverisjes dhe mbikëqyrjes së brendshme të tij, pra është një shtet që ende ka mekanizma mbikëqyrjes të cilët nuk janë të brendshëm, nuk janë kosovar. Pra, shkosa ka ende njerëz me uniforma që çarkullojnë në rrugëve. Ekonomia është shumë e rëndësishme. Kur flasim në një shtet, natyrisht territori, popullsia, kufiq, temat janë ato simbole të cilat prezantojnë njohja në rang ndërkombëtar. Mirë po, një shtet bëhet shtet kur ka ekonominë e tij. Kur ka ekonominë e tij, kur krijon performancë ekonomike për cilën thotë ky është karakteristika, këto janë karakteristikat e mia ekonomike në një rajon të caktuar, ose kështu që unë uroj dhe Kosovës që të jetë sa më kujdesshme në analizën e të dhënave ekonomike apo sociale ekonomike të saj. Anita, shumë faleminderit që ke qenë këtë mëngjes me ne. Ishte kënaqësi të isha në studion e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Muzik Rovena Dilo dhe shpejt në pjesën e fundit të programit do vazhdojmë të bëjmë pak muhabete grash në fundit, pas pak. Botës qarë, vetëm me veten shtetari ngrat. Bota më josh si magji, por dua të kthej nga Se shpeshe më shpesh, pje që malli më mbyt, se dua batajër të ngopë me fry, çdo natë në gjumë sho shtëpin, në pragun e saj të shlodh trupin tim. Ate i tokësime, ate të pret me jam verandi, po ka veç një zemër, po dhe sheti do i lind për ty. Ate i tokësime, ate të pret me jam verandi, po ka veç një zemër, rënjët e ti kur të shoh i lir. Ate Naft, se tash më pashirash botës qarë, vetëm me veten shtetari ngrat. Bota më josh si magji, por dua të kthej nga Se shpeshe më shpesh ndjej që malli më mbyt, se dua bakajër të ngopë me fry, çdo natë në gjumë sho shtëpin, në pragun e saj të
Jemi prap bashkë pas të kemi dëgjuar Antej tokës time. Vdesi për këto këngë me patriotizma, unë s'ulova së bashku me ty, sepse edhe ne të dy, pavarësisht se nuk kemi emigrantë, remitancat në këtë vend i lëm. Tu, brenda për brenda. Unë të banka jote, të banka ime. Sepse e ke parasysh? Kështu i lem? Ke 100.000 lekë shti që veç e shkodë të banka ime, ka shkodë të banka jote. Do duhet të ma kthesh. Do t'a japë, do t'i morë unë ato sa janë 17 vete. Vetëm dëgjoj tash, që nga ky momenti e ke të ndaluar të flasësh për një arsye shumë të thjeshtë, sepse po fole do këpuzosh mufka dhe do t'i tregosh kësaj zonjushe që kam këtu, që unë kam shprehur xhelozi ndaj personit të saj para një ore. Kështu që të lutem para se ta thuash me zë të lart, mbyllë që ta të rresh mbrapsht atë që kam thënë që parë. Mirë? Mirë, ti iki unë? Jo, riti. Po të mësillesh pak ujë, mirë do ishte, me thënë drejtën. Një kolege shumë e mirë, një mike shumë e vjetër, jo vetëm e imja, po e televizionave në përgjithësi, e medias në përgjithësi, dhe Sara Karajskaj është në studio me ne. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Sigurisht që natyra edhe jotja dhe imja na lejon që edhe mëngjesin, na lejon që të bëj pak humor dhe t'jemi pak vetvetja. A thua se njerëzit e tjerë janë vetja e komshiut, po gjithsesi ne jemi vetvetja. Dhe do flasim sot për vajza me guxim. Ua, për këtë më ke ftuar me. Vajza për guxim, nuk do me thënë vajzë që të në dru, domosdoshmërisht dhe të bëj. Jo, unë të dalë dhe të qaroj për jashtë, se çka kupton. Po vajza me kurajm, të cilat i bëjnë gjërat vetë, që i marrin iniciativat vetë, madje edhe aty ku shpeshherë njeriu bëhet pjesë e kompromiseve se mos ta prishim me njëri, mos ta prishim me tjetrin, ota Sara druj ke thënë të gjithë, po mas njërin se ke prishur, si shpjegohet? Atë se ditë, se dhe e kam prishur në njerë, po shek... Unë diti bëj të gjitha. Kazeta përveç se të qohem në pikë të mëgjesit. Kjo ka qenë gjë që s'kam duhet ta bëj kurrë. Në qoftë se ka njerëz me të cilët jam prishur në jetë, ta kanë qenë drejtorët dhe kryeredaktorët e për televizione kur kam dashur të vinë orar, kur më është dashur të vinë orar në punë. Kështu që ka raste ku dhe jam prishur me njerëzit, ja këto janë raste. Po ky është një marrëdhënie drejt për drejt për shkak të punës dhe varësisë tënde nga drejtori, kryeredaktori, po personazhi o motor. Dhe që unë si bëj që personazhet, e marr personazhin e gri, edhe pastaj asgjë nuk i bëj, më thjesht e gri e personazhi. Marrë e gria, ja, mirë, se bëjmë shakas, sepse jo, me të vërtet kjo është i problem që ekziston një çik ta kthej, jo seriozisht. Ktheje si dush me motor. Jo, gjithë është që nuk e kuptoj pse ekziston kjo tendenca, njerëzit ajo është ajo që të shan, ajo është ajo që unë kam një punë time dhe puna ime është kjo. Të themi atë që cila është puna gazetare, themi që atë që është e vërtet. Të bëjmë zëri publikut, se kjo është misioni kryesor, të bëjmë zëri publikut. Pastaj nëse unë them që Bleona Qereti është shumë e bukur, por nuk është e talentuar, ky është mendimi im, nuk është mendimi publikut. Edhe marr përsipër dhe e them unë për shembull. Mirë, kjo është mendimi im. Kjo nuk do të thotë që unë kam një gjë personale me Bleona Qeretin, kur e shoh në Instagram, ja bëj like gjitha fotove, se pse ja bëj like? Se është kinga, është shumë e bukur. S'ke çfarë thua për këtë? Kështu. Mos duhet më flasim më të marrin natë mua Bleona Qereti për këtë, si mendonte? Jo, nuk duhet ta bëj këtë, po nga që kanë vënë re që njerëzit për kaq gjë kanë shkuar në përgjigje, kanë bërë këtë, kanë bërë atë, shkojnë në përgjigje, shkojnë në përgjigje 2 miliard, 3 miliard, i lëm kaq që kanë. Ish një Ingrid Inis Gjoni, domethënë të gjitha të tjerat nuk e çuan deri në fund gjyqin. Nuk e çuan deri në fund gjyqin. Ose s'kishin, ishte çështje aq madhore sa ajo. Dhe Sara, unë kam parë punët e tua, nuk po them 100%, po në 80% e tyre. Kur kam thënë sa mendimet mia për Elton Dedën, pra. Po atëherë ta kam thënë me edhe vazhdo të mbetem besnike qëndrimit. Jo, por shoh dhe iniciativa shumë të mira dhe për trajtimin e çështjeve sociale. Tash personazhi është personazhi, po trajtimi i çështjeve sociale. Shoqërisht ma the këtë se asnjë nuk fokusohet te kjo pjesë. Jo, absolutisht po, madje unë qëllimi kryesor ky ka qenë që një njeri i vetëm që duhet bëj dhe hulumtuesin, edhe kërkuesin, edhe investiguesin, edhe gazetarin, edhe Mirë, po sepse shiko, se po e diskutoja edhe dje këtë gjë. Njerëzit për shembull tani që janë bërë pak popullore, po themi me këtë program, vazhdimisht më thonë, dëgjoj se ti je show girl, ti del në televizor, ti nuk duhet vishesh me këtë bluzën e pambukur që ka marrë për sot në emision, për shembull. Edhe unë qesh sepse tu, shumë e bukur dhe trish ka shumë bukur njeriu te kjo studio jote, nuk e mendoja këtë me të drejtë. Edhe unë i shpjegoj që unë jam gazetare, nuk jam një show girl, do më pëlqente shumë, do ishte shumë bukur, kisha pak më shumë cica dhe tisha pak më shumë edhe tisha një show girl, edhe të vishesha bukur me ku di unë Armani, me këto tendenca, se tendencat e kohës janë luksit. Se ka shumë e rëndësishme është?
Është e rëndësishme të diskutohet. Më ke Instagram ti, di ç'bëhet? Unë kam Instagram, po unë jam vetëm një përgjuese e jetës së të tjerëve dhe jam person më pasiv në botë Pra po Instagram. atëherë nuk e pse thua pse kaq kështu është. Kaq kështu është. Kështu që edhe unë i bëj ato sepse unë jam gazetare, nuk mund të jem kur një showgirl ose prezantuese televizive. Prandaj ajo që bëj është ajo. Prandaj shkoj njerëzve ose nuk e ftoj VIP-i në studio, po shkoj unë te VIP-i për shembull, më kupton. Gabim. Tu sa po i ke dhënë rëndësi më të madhe se sa duhet një VIP-i. Ndërkohë që i ke shkuar ti atje, po dëgjoj, pas ke fare pak talent për ta shitur veten shtrenjtë. Po. Talentin e pas ke zero për ta shitur veten. Shumë keq. Asnjëherë s'kam të ta bëj këtë. Jo vetëm ta shes veten nga pikpamja profesionale, po në përgjithësi të shitem ka qenë një gjë. Nuk i ka bërë dot asnjëherë. Megjithatë ja kam dalë koza. Kam bërë ç'kam bërë tha. Po ja kam dalë. Deti dhe nga shtëpia ndoshta jo shumë herët, po e rëndësishme që kalon shumë kalon shumë orë jashtë. Deri shumë vonë, kaloj edhe kohë për jashtë. Domethënë nis ditën vonë, po vazhdon deri shumë vonë. Po ndërkohë kështu je e kuruar, me flokë të lyer, me bluzet e kurosura, me sa veta punojnë për ty Dasara? Të që bluza është e kurosur se unë tani kam një burr. Edhe? Ta i kuros burri? Dhe e kuros ndonjëherë dhe ai. Nga që është jashtëm, prandaj. Se po të ishte burr shqiptare, shikonim neve sa ma e kuros të bluzën. Ja, për shaka. Ai bën një punë tjetër, mua më del koha që të kuros bluzën, se tani e të prova pak. Mirë po... Fati ati i madh që nuk flet shqip. Unë kohë nuk... Ai kupton shumë mirë shqip. Kupton shumë mirë shqip. Edhe gjithmonë vazhdo programi më thot çfarë thekse. Dhe ja kam kthyer element humori kështu tani. Megjithatë, më humbe mendimin, më ndërpreve 3 herë, ç'pas ke qenë agro. Unë di që është mëngjes dhe ti me zëre kap fillim mëngjes, po ja po. Kjo është një nis ditën vonë, po thosha. Megjithatë më del koha që ti bëj gjithatë pse nuk kam asnjëherë kohë. E kuptove edhe çikse? Nuk del koha, nuk ke asnjëherë kohë, po e gjen kohën. Nis ditën vonë, nuk më del asnjëherë, domethënë e gjej gjithmonë kohën sepse nuk kam asnjëherë kohë. Ç'e bën Drekën në shtëpinë tuaj? A Drekën unë gatuaj shumë mirë. Drekën shumë rrallë që don tajmë në shtëpi, po? Jo, jo, ne ham Drekën në shtëpi, se çfarë flet ti, Terezi, është italiana im, nuk është shqiptar, hajde shtrohemi në për lokale, e kupton? S'kemi lek thot. Nuk ka teorinë e shqiptarëve, po jo, desha tosha këtë tjetrën. Drekën e bën ti. Që në kuzhinë është i vetmi vend ku ne e gjejmë vetëm të ata se si por se thotë ne se si por je. Aty e ke të dëgjon. Do të qefi vet, po se po flasin për burra që te kurosin. Ky që mbaj më në që ke për të thënë. Mirëmëngjes. Ke, do e kuros dhe unë? Po ti e kurose, ti përdra mustaqet me hekur, i bën me mash. Nga hallit, Nga halli. Edhe, do me thënë vetëm në kuzhinë jemi të dy. Do me thënë edhe unë dhe ai e pëlqejmë shumë kuzhinë. Sigurisht, gjithmonë përsëri prej faktit se është italian, ai gatuan shumë më mirë se mua, po dhe unë gatuaj shumë mirë këtë ata. Më kupton? Ai bën pasta, ti bën bamje, bishtaja, kështu që është tradicionale shqiptare. Spesa të mbushura. Dy pa fund, dhe kupton vaj pa fund. Ashtu siç dim gatuajnë ne shqiptarët, domethënë. Po kjo është një jetë shumë e bukur. Me gjithë strapacimet e veta, pavarësisht se pa Armani dhe pa Versace. Unë tani vërtet po bëj një jetë shumë të bukur. Domethënë në kuptimin e kësaj që varet kush janë pritshmëritë e njeriut në jetë. Unë nuk për pritshmëritë e mia në jetë nuk kanë qenë kurrë që unë të jem e pasur për shembull ose mirë, ose unë kam dashur gjithmonë një marrëdhënie të qeshur brenda mureve të çatis. Të tavanit, se s'kam shtëpia që madhe sa të kem çati, e kupton, një apartament të thjesht kam. Edhe i çaj, domethënë një punë që të më kënaqë, është shumë e rëndësishme që puna të më kënaqë, se sa të fitoj shumë para nga puna që bëj. Domethënë këto dy gjëra kanë qenë shumë për këto kam qenë shumë e saktë, kanë qenë pakta gjërat për të cilat kam qenë shumë e saktë në jetë. Shumë bindur për që i do dhe do të arrish, do të kesh. Përgjithësi pastaj bën pjesë të asaj natyrës time që është pak Ti sigurisht shumë e re në moshë, po fakti që ke dalë nga shtëpia shumë herët për punë, të bën, si më thën, të vjetër në kohë. Jo, unë jam 33 vjeçë dhe nuk jam fare gocë e re, po nejse. Shumë e re në moshë, po si pa po si. Faleminderit shumë. Çfarë do thotë ne? Nëse i depresionove gjithë njerëzit 52 e 53 si për i futen në siklet madh. Ai është do, ai bëhet si doj vet, ai jeton sa shqiponja, nuk ka problem. Dhe pas një kohë shumë të gjatë në teren, tendenca është që njeriu të ketë në kontroll gjërat, vetëm se humbet aftësinë krijuese më pas, kur shkëputet nga njerëzit jashtë. Ti vazhdon të bësh të njëjtën gjë me vite.
Jo, nuk e kuptova edhe një herë. Edhe një herë, më si zgjuar akoma, po thoja që pas kaq shumë viteve përvoj, ti vazhdon të bësh të njëjtat gjëra, me të njëjtën dashuri, të shkosh ti dhe të bubrosh ti gjërat e tua, dhe të mos presësh që të vinë gjërat e tua atje. Sepse me kohën që kalon njeriu dhe lodhet dhe mërzitet dhe ka një lloj të kërkon. Nuk është se vi priku kjo. Komoditeti. Jo, këtu ti trirë aty, ti trirë atje. Po thjesht lodhet njeriu. Nuk e bëj dot unë atë. Prandaj thash që unë jam showgirl, po jam gazetare. Kupton? Nuk e kisha për treguar që sepse gazetaria është më mirë se ti je showgirl. E kupton? Unë e thash me keqardhje për ata që ndoshta mund ta kenë keq kuptuar. Gjithë ideja është që unë nuk rrit, domethënë, si çdo njeri që ka profesionin e tij, në profesionin tim ka tiparet e veta profesioni im, që është të gërmoj ku është, çfarë po bën, si po e bën, qysh tash. Jo, sigurisht kjo është. Kështu që në këtë kontekst, e thënë në këtë lloj forme, sigurisht që unë nuk mund të rri dot dhe të presi ti të ma sjelli lajmin, e kupton se unë shoha ta kap vet, nuk më quhet që e bëre ti. Që e bëra unë, kështu që kjo duhet jetë profesorja. Nuk je e vetmja, sepse më çon një foto një burri që po e kuros dhe thotë të fala Dasarës, edhe burri im veti e kuros. Bravo i qoftë. Shqiptare ka? Kjo është shqiptar, por që ka jetuar me vite jashtë, është mësuar me këtë idenë që ketë një shpjegim me jashtë shtetit, e kupton? Patjetër. Duhet ketë një gjë që ti të lidhur me të jashtmin që ta bësh këtë gjë. Ndryshe? Ja, harroj. Nuk funksionon. Nuk funksionon. Qa fleti po i shkon shoku, Lale, po ti qa bo më Lale? Për gruja rri. Për gruja rri, po. Punë majtë makinës ti e kuros robat. Bone punë moderne e gruja jo të del televizor. Edhe kështë, më thua. A jeti nga ato gocat që rinë për shumë 6 orë të parukjerit, e estetistit? Mos e të propë, ani që ki këto më vetë. Jo, edhe grimin e bëra vetë sot, Kozeta. Ua, ma bën. Ti vim komplet. Jo, ti normal e ke bërë, ta kam bërë sepse ke mbërritur më vonë, mbërrish me erë, të shumë, do të ta bësh me. Unë shpëtova për një fije, se kur verti mesazhi që ko, bëje grimin vetë, unë isha duke parkuar makinën këtu poshtë, se ku të bëja grimin këtu vetë. Nuk e di, po. Te respektoj njerëzit e drejt për drejt, kam një dashuri të paparë për ta që Shiko, në televizonet shtetërore ndodhin këto gjëra. Vjen grimira me vonesi, do pif kafen se është në punë shteti, nuk është në privat. Mos thoni televizion, pse thoni televizion shtetëror? Publik. Jo, banjë publike, televizion olla, televizioni shqiptar. Televizioni shqiptar, se kur thua televizion shtetëror, duket si instrumenti i cili përdoret për qëllime të tjera, shantazhimi, televizioni shqiptar, se nuk jemi në pozitat për ta kaluar keq, jemi shumë mirë, kështu siç jemi. Ka dhe pak kohë, Dasara, ka kohë. Po se si ka thënë të tëra, e kupton prandaj, ka thënë se do iki pa. Edhe prapë nuk do të thuash dot të tëra sepse ka shumë gjëra për të thënë, nuk diskutohet, po unë e shoh që ti edhe tematikës sociale, edhe e zbut pak, domethënë nuk e bën të zymt, nuk e bën të zezë. I fut ato notat e tua fani në mënyrë që edhe ti thuash gjërat, po edhe të mos i thuash gjërat, në kuptimin e ngarkesës emocionale, edhe psikologjike që mund të ndikosh te dikush që të shikon ose të dëgjon. Jo, për të thënë i them deri në fund, dhe qëllimi nuk është për të qenë e zbutur, ajo është pjesë e natyrës time, se unë jam përgjithësi natyrë solare kështu, thon. Edhe se kam shumë besit flas për veten tani dhe ti se më çmende. Ua, që kemi si mund të mblidhen gjithatë një i bukur i mençur, nuk e di. E po një brez, një eksperiencë, një të kuptoj. Edhe jo, desha të thosha këtë që më tepër se sa fakti që unë e bëj me qëllimin për ta zbutur, është fakti që forma, mendoj unë, dhe kjo është ajo që thonë dhe njerëzit, që përdor për ta thënë, është forma më e thjeshtë e mundshme, ajo që përdorim në për tavolina kur bëjmë një batut. E kupton se është si puna asaj që sapo të thash që shiko shoku dhe i thot Lale ç'a bëune? Këto janë në përgjithësi forma të foluri që nuk ekzistojnë në televizionet tona. Unë nuk e di se cila është arsyeja, sepse në fakt do të ishte më mirë që sa më thjesht ja përsërish publikut diçka. Aq më të thjesht do ta ketë edhe ai për ta kuptuar dhe për pikërisht për ta asimiluar. Se në fund për këtë punë jemi, do dalim aty për të treguar një gjë që forcën e fjalës që një tjetër ndoshta nuk ka mundësinë që nuk e ka mundësinë ta ketë, kështu që kaq fuqi kemi ne. Edhe duhet shfrytëzoja fuqinë në këtë formë. Dhe mendoj që kjo është forma dur, pastaj unë nuk e di nëse e bëj mirë ose e bëj në mënyrë të zbutur këtë, po mua s'më thonë që jam e zbutur. Jo, ma më pëlqen, sepse, e di pse më pëlqen. Më pëlqen se të merr dot i natë njeriu ty. Mund të jesh po themi në një pozicion drejtues në një fushë të caktuar ku ti sapo i ke rënë, po këtu ishte ideja. E rëna me lezet nuk të bën të marrësh natë. Të merr dot i natë. Jo, nuk janë të rënat me lezet dhe vërtet ka nga ato që më kanë marrë natë si dhe shumë. Edhe raste ka. Marrë natë si Dasara me. Raste ka se të gjitha. Apartamentin me tavan, po, burin që e kuros, po, punën që do, po, e gjitha këto. Shive dhe këtë pak si... Bën vakitit edhe kjo, thua? Jo, po vakit, po pjesë më të raste dhe kjo është.
Po shiko, po unë s'kam para, nuk jam e pasur, po i kam të gjitha. E lumtur mirë, Jam e lumtur, mirë. Thuaj, Që lumturia është çështje çastesh, nuk është po jam e Sa para do të japësh kësh mblesh 2 kg lumturi? E blen dot? Sa po kur ke fol me gozeta si manise mëngjesin me gru më knaqe. Jo, tani kam vetëm një pyetje. Kur kjo që sapo bëre deri tani në këto thuajse 20 minuta është mungesë artikulimi, se s'po të vjen artikulimi, se si përgjumësh. A mund ta di kur vjen artikulimi dhe atëherë kur vjen si është shpatarja dhe shpërthimi? Shiko, e di si është? E di çfarë kuriozitet Unë të dielën isha shumë e angazhuar, kam pasur një ditë të mërshme. Duhet shkruaja një emision të tërë brenda ditës, duhet shkruaja në 2, po. Duhet shkruaja në 2 vende të ndryshme, isha çuar në orën 3 të drekës. Kështu që duhet bëja edhe xhirimet me vrap dhe mbasi të bëja këto xhirime me vrap, duhet ikja në dasëm dhe dasmën e kisha në fier. Do me thonë, unë isha një gjë me të cilës nuk i fliteshe me gojë. Dhe vjen nga Ramani dhe isha, që të bëjmë, kutek, dhe që a ishte, se si ishte ritmin tim, do ikim dhe do... Po ti s'kishe ko sa të gjoja këtë njerion? Fare, nuk isha ko, pikërisht, unë nuk isha ko as ta dëgjoja këtë njerion. Dhe unë vetëm flisja, po pa pushim, po ta kaloja dhe ty, mi Kozeta Kurti. E, qa e taloni, ta kaloja dhe ty! Jo, një sekundë, se duhet ta marrë me mend që ishe duke thonë. Certificata, licenca, erdi. Erdi potent shumë. Që është kjo? Licenca me fol. Erdi licenca me fol. Licenca me fol, po, vjen. Ti për shembull, çfarë punësh bën nga këto që sapo po fliste Dasara për bashkëjetuesin e saj? Bën ndonjë gjë nga këto? Gjitha. Gjitha, a? Se, kush do mi bëj, Tomi? Tomi është maçoku, se gjë, dhe këtu në gjani pak. Se Dasara ka një qenë që... Jo, një macën. Jo, kam dhe qenë dhe macën. Qenë dhe macën. Qenin e kam pa. Se edhe ato në Instagram i kam parë, se to bëjnë këto vipat, zirin dhe qenë dhe macën në Instagram. Mi që kishe këtë vipin me plus pambuku tani dhe ti se e tham njerë këtë po. Por një gull tjetra vipi këtu i ka për të roba qepsi, s'ka një problem. Po ti ke qenë e detyruar. Se kam qenë e detyruar? Po sepse është e vështirë. Për uniformën mi? Po jo, mi, por e kemi... Në televizion shqiptare, sapi. E kemi zjedhë me ratlik për uniformën mërë, dhe nuk vrasim trurin, një po qa firme duhet ta përdorim të mëgjes, një po qa firme duhet ta përdorim atë mëgjes. Me mendim, me gjëra. Qënë kemi jashtë zakonisht ngusht. Shkoj e 56 kemi kaluar 6 minuta me ty, ndryshë nga herë të tjera. Nuk ndjet. Kalon ka që bukur koha me ty sa që të them. Thu dhe 6 minuta me ngjyra? 6 minuta me ngjyra? Bëj që gishtat 6 minuta? 6 minuta me ngjyra. Do ta mbyllim dhe do të kthehemi nesër. Nesër është barku javës, ë? Nesër pa. Nesër është barku javës. Nesër vëllai pushime. Mërkura dhe India janë apo vetëm e mërkura? Vetëm e India. 3 ditë para. 3 ditë pas e India i bie barku mesi. Okej, mirë shumë. Faleminderit Sara. Faleminderit Koza. Mirupafshim, ju dëgjofshim, jeni faleminderit në regji bashkë me kolegët atje. Faleminderit të gjithë atyre që u kujdesën në mënyrë të jashtëzakonshme për përgatitjen e këtij programi, të jashtëzakonshme dhe falënderimi është gjithashtu i jashtëzakonshëm. Do të shihemi dhe të dëgjojmë nesër në mëngjes. Në jetën tonë s'është çudi, që natës heshtjen t'jarën bejnë, për mbi projekte rri një dritë, mbi flek të bardh nis një poem, dhe nata i ngëndar nga dal, roket na dhe një duke var, ashtu si djeli për mbi re, ashtu si lulja për mbi dej, ashtu dhe njerëzit jetës tonë, i japin mirë se vjen, ti agim që kaltëron, në çdo orë dhe minut, koha gdhenjë portretin ton. Mirë se vjen, ditë re në vendin tim, e ja shoh, e ja vlla, të zgjedh ditën hapi ynë, e ja shoh, e ja vlla, të zgjedh